5 ditë pas zgjedhjeve janë numëruar rreth 90% e kutive të votimit. E tashmë pothuajse përfundimisht dihen emrat e kandidatëve për deputet të partive politike që do të jenë në kuvend. Nga vetëvendosja numri i përfaqësimit ka shkuar në 49 pas numërimit të një pjese të diasporës. Si deputet të rinj brenda legjislativit me vetëvendosjen janë konfirmuar Valon Peci, Jeton Raka e Valon Hoti. Ndërsa përfundimisht duket se jashtë do të mbesin Fjolla Ujkani, Fitim Hazirin e Vigan Qorolli. Përfaqësim për gjysmë më pak se partia në pushtet në kuvend do të ketë Partia Demokratike e Kosovës. Deputetët e PDK-s do të zënë gjithsej 24 ulse në legjislaturën e re. Si shkak i kuotës gjinore jashtë kuvendit do të mbesin Gjavit Haliti e Adriatik Berisha. Vendet e tyre do t'i zënë Eliza Hoxha, Ariana Musliu Shoshi e Kosovari Murseli. E me 19 deputet në kuvend, do të përfaqësohet Lidhja Demokratike e Kosovës. Në LDK të gjitha gratë e siguruan ulsën në kuvend, pa pasur nevojë për kuotën gjinore. Albina Reshitaj e Jeta Statovsi janë dy nga ato që e përmbyllin këtë listë. Jashtë ka mbetur ish-deputetja Adelina Thaçi Meta, e kuota ka luajtur rol edhe në aleancë. Nga kjo parti që në kuvend do të kenë 8 ulse, përmes kuotës në kuvend do të hyjnë Time Kadriaj, Albana Bytyqi e Teuta Haxhiu. Votat e mjaftueshme i kanë siguruar edhe Ardian Gjini, Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Besnik Tahiri e Bek Berisha. Megjithatë, Ardian Gjini si kryetari i Gjakovës pritet ta lirojë vendin në kuvend. Mandatin ka njoftuar se do ta dorëzojë edhe Daud Haradinaj. Prandaj sipas numërimit të tanishëm të votave, ata pritet të zëvendësohen nga Burim Ramadani dhe Agim Çeku. Nga partitë e mëdha shqiptare vetëm në 2 nga ato gratë siguruan ulse përmes kuotës në PDK dhe AAK. Disa nga kandidatët gra janë në mesin e njerëzve më të votuar në Kosovë. Në lëvizjen vetëvendosja Albulena Haxhiu deri më tani ka siguruar mbi 110.000 vota. Numër të lartë të votave kanë siguruar edhe Donika Kërvalla e Mimoza Kusari Lila, mbi 89.000 njëra e mbi 58.000 tjetra. Në PDK gratë më të votuara janë Vlora Qitaku me mbi 37.000 vota dhe Sala Jashari me mbi 36.000 vota. E në LDK bartësja listës Vjosa Osmani ka marrë 78.000 vota, e pasaj rënditet Duar Sakica Xhelili me afër 56.000 vota dhe Hikmete Bajrami me mbi 44.000.